Gjykata kushtetuese e Kosovës ka vendosur masë të përkohshme duke pezulluar zbatimin e dekretit të presidentes Vjosa Osmani për shpërndarjen e kuvendit dhe duke ndaluar çdo veprim institucional që lidhet me të deri më 31 mars 2026. Sipas vendimit të publikuar nga gjykata, masa ndalon presidenten të ndërmarrë çdo veprim në lidhje me dekretin e datës 6 mars. Po ashtu, edhe Kuvendi i Kosovës nuk mund të ndërmarrë veprime që lidhen me këtë çështje për sa kohë që masa e përkohshme mbetet në fuqi. Gjykata thekson se masa synon të shmangë dëme të mundshme të pariparueshme për rendin kushtetues dhe funksionimin demokratik të institucioneve, deri në marrjen e një vendimi përfundimtar për rastin. Në praktik, ky vendim e pengon presidenten Osmani të caktojë një datë për zgjedhje të reja gjatë periudhës kur masa është aktive. Dekreti për shpërndarjen e kuvendit ishte dërguar për shqyrtim në kushtetuese nga lëvizja vetvendosje, partia në pushtet e kryeministrit Albin Kurti. Debati për çështjen lidhet me zhvillimet në seancën parlamentare të 5 marsit, kur shumica propozoi si kandidat për president Glauk Konjufca dhe Fatmire Kolçaku Mullhaxha. Propozimet erdhën pasi negociatat mes Kurtit dhe dy partive kryesore të opozitës, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, nuk prodhuan një kandidat konsensual. Seanca parlamentare u ndërprer për shkak të mungesës së kuorumit, pasi deputetët e opozitës braktisën sallën. Kuvendi ka një afat prej 60 ditësh nga nisja e seancës për të përfunduar procesin e zgjedhjes së presidentit. Vendimi përfundimtar i gjykatës kushtetuese pritet të përcaktojë vlefshmërinë e dekretit të presidentes dhe hapat e mëtejshëm institucional.